Nuk është sistemi elektorali atil që të prodhoj një kingmaker. Në rastin tuaj, një kingmaker mund të dalë skenë. Kemi pak me Limaj, po kemi Limaj këtë rast. Kingmakeri, po pikërisht, dhe kingmakeri mund të marrë më shumë ndoshta se që takojnë moralisht në aspekti votave, për shkak se ai mund të kryoj një qeveri. Limaj ka momentin politik, ai po ka në momentin e vetë politik. Nëse donë, urdhënak për janë ajo që du une. Ka kërku pozitën e krye parlamentarët edhe nuk e di sakt sa ministri, por për vetë vendosin në shumë e rëndësishme pozita krye parlamentarët, sepse vetë vendosis i takon ajo pozitë me kushtetut, për shkak se i pari që e fiton zgjedhjet, e propozon edhe emrin e parlamentarit. Tash të ja jap dikuj që ka veç 3 vota dhe që nuk i beson pak është problem, po si të qoftë, deri më tani zërat janë se Kurti ka pranu me ja dhënë pozitën e krye parlamentarit dhe deri vonë në orët e vona të natës, mbram është negocuar sërisht me Limajnë edhe me Shkurtit. Sot ende nuk kemi, unë të paktë nuk kam informacione sot, por nuk besoj që sot do të kemi një zgjidhje të ngërqit në kuvend, për shkak që sa që tha më herët, sepse nuk janë vota, tërkohë që partitë tjera janë të qarta në pozicionet e tyre. Ta pyes pak zonjën Luzha, duke qenë se edhe zonja Malishi solli në vëmendje çështjen e koalicioneve dhe përfitimeve, sepse dihet në politika për te qenurit matematik ka dhe rregullat e saj politike. Një bashkëpunim, bashkëveprim me Limajnë politike kanë fjalën që do t'i garantoj atij të jetë kryetari i kuvendit. Kjo është në çështjen e negociatave, ndërkohë që Kurti duket i dobët, paktën nga ajo çfarë kuptova dhe nga analiza zonjës Malishi në këto momente. Rezultatet sigurisht nuk janë ato që ka dëshiruar lëvizja vetëvendose, sepse ka synuar që të ketë rezultatet të cilat do t'ja mundsojnë vazhdimsinë e qeverisjes pa pas nevojë për të bërë, themi, koalicion apo për të ndarë pushtetin me partitë të tjera. Mirë po, ja që realiteti është i tillë, kjo ka ndikuar pak edhe një shkënjim edhe një blef, por edhe në një barikadim, si themi, edhe mos mundësi për me vepru politikisht, sepse në politik gjithçka është e mundshme, edhe kompromiset, marrëveshjet politike, ndarja e pushtetit janë parimet kryesore. Askush nuk mund të qeverisë i vetëm përpos në sisteme, po themi, ku mundsohet një gjë e tillë dhe ato shumicën e rasteve janë sisteme, po themi, me pushtet të vetëm, për shembull, siç janë shtetet e ndryshme me sisteme moniste, themi. Në sistemet me shumicë parlamentare, e posaçërisht në Kosovë është ndërtuar në atë mënyrë edhe kushtetuta edhe sistemi juridik që përcakton këto ndarje në pushtete është aq i ndërtuar në atë mënyrë që saqë patjetër kërkon bashkëpunimin. Prej zgjedhjeve të para të pas luftës, edhe kur për shembull LDK kishte fituar mbi 60%, patjetër ka ndarë pushtetin me partitë të tjera. Por këtu kemi pas një situatë kur thellimi ndasive dhe polarizimi ka shkuar aq i skajshëm, besoj që nuk kemi nevojë të tregojmë Shqipërisë për këtë, te ju kjo gjë ka eskaluar edhe shumë më shumë, themi, por ne megjithatë kemi shpresuar që në momente të tilla politikanët tanë megjithatë dinë të reflektojnë dhe kanë vullnet të reflektojnë edhe gjejnë s'paku minimumin e përbashkët të gjërave që i bashkojnë. Në këtë rast ne kemi aq shumë sfida përpara nesh për të na bashkuar, saqë tash kjo kokforcia apo kryenësia e secilës palë do të na sjellë domethënë në një situatë shumë të brisht që nëse nuk ka vullnet me të kalu, përmenden zgjedhjet si mundësi. Zgjedhjet e parakohshme. Po, por edhe tek zgjedhjet nuk mund shkohet kaq lehtë, sepse janë procedurat dhe për shembull lëvizja vetëvendose mund ta bllokojë pafundësisht kalimin e këtij procesi.